besimtari i lidhur me Zotin dhe mësimet e Zotit e tij është i gjalli. Po, ky besimtar edhe mund të smurët, por me rëndësi është i gjallë. Ndërsa ai i cili është larg Zotit të tij dhe mësimeve të Zotit të tij, ai i cili nuk e pranon dhe nuk e beson Zotin dhe mësimet e tij, ai është jo besimtari, edhe nëse është i ri, edhe nëse është i fuqishëm, edhe nëse është i shëndetshëm, në jetën e tij fizike, ai është i vdekur realisht. Kështu na mëson Kurani. Ai është i vdekur realisht. Prandaj, ajetin 39 që e lexuam më parë, tregon se jo besimtari është i shordhër, nga se është i shordhër për ta dëgjuar të vërtetën. Nuk është i gatshëm për ta dëgjuar të vërtetën. Pastaj është me mec, nga se nuk është i gatshëm për ta thënë të vërtetën. Dhe është i zhytur në errësira, apo thuaj është i verbërt, nga se nuk e sheh të vërtetën dhe nuk lejon që të tjerët t'ja mundsojnë për ta pa të vërtetën. Pra, jeta e vërtetë, vëllezër dhe motra, është njohja e Allahut, është përpjekja për t'u afruar tek Allahu te baraka wa taala. Rrjedhimisht rezultat i gjithë kësaj është se pastaj jeta shpërthen me vepra të mira e fisnike dhe i tili tër jetën e tij provon që të jetë në rrugën e drejtë, njashtu sikurse përfundon ajeti 39. Edhe një herë. Walladhina kadhabu bi ayatina summun bukmun fi dhulumat. Gjithë ata të cilët janë pozicionuar dhe janë rreshtuar që ti kundërshtojnë e ti përgënjështrojnë e ti refuzojnë argumentet e Allahut. Të tillët janë të shordhërt, janë me mec e të zhytur në verbrin e tyre në errësira të ndryshme.